depot e aeroportit, faktikisht Goleshit, janë tunelat ku aeroplanat përpara ushtarak kanë hi aty. Gjatë bombardimeve NATO-s, njënës prej depove, do më thonë që ka pos armatime, gjithë shka aty, ju kanë qatë dyrt. Ato e kishë pas hetue një luftar, konë shumë luftari mirë, Surki e ka pas emnin, edhe e kishë pas vëzhgu non-stop. Edhe e ka lajmërun Kleq që to, thot, po thot ka roje, thot, po roje ditën, natën, ma nuk ka. Sakt se ka ditë. Edhe ekziston mundësia me pas mrena aty armatim ose ushqim, nuk e kena di që ka. Edhe një mina këshin thirë për qëta. Mirë shumë, ulmi, bëjmë planin krejt, dhe bëjmë dy njësit e bashkë. Njësia speciale Arbri, e shtabit, për gjithëshëm, dhe njësia jonë. Ta ishtë sinoni kishë ushtru edhe ata shumë mire, këtë në regu krejt, bëjmë bashkë, edhe nisën me shku. Ka zgjatë 3 ditë me sa e di une, nuk është shumë largë distanca. Por, këtë rruga, me shku e më këthy. Që ka ndodhë në ndërkohë, kanë morë civil me veti. Shumë. Se kanë kuptuar që ka armatim mrena dhe kanë hi komplete, kanë organizu bashkë të dy njësitet, kanë hi mrena, kanë marë armatimin, edhe të dalë, e këna nina që ka ndodhën, përse këna ditë sakt, të dalë Morizi i thëtë Sharit, mendim Daka është Shari, thëtë Shari thëtë, të me që najrë këtë pjesën e mbetun, e kam një eksploziv të vogël me veti, thëtë. Thëtë, për e kam fitilin e shkurt. Fitili ka qenë, dikon 1 minutë që kështë kohë. A këta veç shumë thellë mrena. Morin shumë armatim. Kër thamë shumë, për natë kohë ish, për neve shumë. Bajnë civil t'jashtë, dalin jashtë, edhe i thëtë Shari Morizi, i thëtë, Morizi thëtë ti me dheze, thëtë, po si dhja kena kohë me dalë, se shumë thellë janë konë këta. Thëtë, do të me dheze. Pse me dheze, mrena, se kanë mit vetëm municionet të aeroplanave, janë konë raketat mëdhaja që ato asë në kanë hinë puna, asë s'kena pas shka me ju ba. Dheze Morizi ato edhe vrapojnë, Shari me Morizin, sa shmujnë vrapojnë, deri në momentin kur dalim për aty të këta eksplodon mrena, që ka ndodhë një dukuri interesant, kur eksplodon, ka pas raketa për Golesh, kundër aerore. Ato ndodhë zahar për shkak të rënditjes, fillojnë mu aktivizu vete, binë pa kontrole, në të gjeshmi ta në radiolijet dhe shkive na, qka o bon, nata, nuk e dishin asë shka po ndodhë. Ajo për mu është konë një për operacioneve shumë speciale, shumë të veçanta, që është kry për ushtarëve, mu me thonë, matrima që mu në më konën, me shku me i mrena, në tunela e krejt, shumë njerëz, pak njerëz e dinë mas pari që të operacion, ka do që ata që janë kone kanë kalëzu e krejt, për ju ka do film kjo punë. Ekziston dikun edhe një qëzim që shëdijune, që shë spjegojnë këtë farë në dëdhije, ushtarë që janë konë aty, besoj që do të gjinë të ajet dhe del, janë konë djemë më të mirë të dhe të njësi speciale Arbri, edhe tonë që e kanë kry këtë, unë nuk kam qenë, Morizi ka shkodu, unë kam metë në shtap, dhe me thonë aty, dhe kjo për mu ka qenë shumë e veçantë, që një grup i trive mas pari që të manina, pa ka shumë zonë të lirë me qujtë, dhe u kryjë që kjo operacion, ku qëtë kohë sa pat me që na nuk e kena, se s'kena mujtë me ditë dhe sa ko më zxatë lufta, qaj municion ka kryjë punë edhe në tjera zona, se kështë shumë, janë kondja 300-400 njerës që kanë bajtë municion për që aty, kështu që për neve ka qenë shumë atëherë. Ajo e ka përfundu luftën, shumica e municioneve që kanë qenë anti-tank. Dhe për neve konë shumë e rëndësin, ato mujnë e fundit, 2 mujtë e fundit luftës, mi ja pa mundësu lëvizjet armikut, se ata fillon me, ata e dishin, ose shpresojnë që përkryjët sa ma shpejt, se NATO e ishtë naltë, po na dhe o dash kemi ja kufizu lëvizjet, që mi mujtë na me lëviz shtirë. Kërë që, si beteja, do më thonë, si operacione pe quj ma shumë, jo si beteja, që ta e konsideroj shumë të rëndësishme në aspektin e përgjithë shumë, kështu të që kësë, jo vishë për brigadën. Na
nuk i kena emnu betejat, si brigadë, beteja kësaj, beteja asaj, se gati në shumicën e rasteve na kena shku të dikush tjetër dhe më vjen mirë që kena shku ashtu. Patëm kriju një emën, zdeshtëm, na nuk kena qenë, prapë thamë, nuk kena qenë ma luftar se një brigadë tjetër, po kriju emri dhe kur shkojshmi na 10 vetë, vish me shko se 5 vetë, marshim vullnet. Aje është shumë më rëndësi, edhe tjertë marshim vullnet.